duhet me u largu nga ajo që ka përfaqëson Shtetet Bashkuara të Amerikës, vlera demokratike, paqja që e përfaqësojnë dhe e promovojnë vazhdimisht këtë botën, kështu që Kosova ka vendin aty, edhe mirë që është kthyer aty. Tash te pjesa se a ka merita presidenti ajo, unë s'po du me hidh ndoshta pak më ndetaje, po nuk besoj që kjo ka lidhje me individin, kjo ka lidhje me shtetin. Nuk ka lidhje me individin, varet se individi me fol, çu ka afruar, çu ka moment. Paska do, po jo, besoj se është problem gjua. Jo, nuk ka problem gjua, pse? Jo, dia lutem, ta përfundoj. Jo, se tash për këtë dua klarifikim nga vendi. Nuk mundi me thonë që e ka ftuar Edi Ramën, e ka ftuar Shqipërinë. Mos pasjen Edi Rama kryeministri i Shqipërisë, kishte qenë dikush tjetër. Po jo, tash edhe nuk mundi me thonë, jo se po të kish ndodh kjo rastisht me shkuti aty, me u taku me Trumpin, me bisedu dhe pastaj me të ftu jo, ftesa ka ardhur paraprakisht. Po ajo është e para që ta. Po jo, edhe e dyta, a ka ditë me fol presidenti anglisht edhe në momentin kur Kosova është pezulluga? Jo, a ka ditë me fol anglisht edhe në momentin kur Kosova është pezulluga i dialogut strategjik, që është më e rëndësishme se kjo. Po jo, ka lidhje dialogu strategjik. Nuk ka pezullu, është pezullu dialogu strategjik Kosovë Shqipëria. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ja, bana, ki komunikat zyrtare të shume që pezullohet dialogu strategjik Kosovë Shqipëria. Diskutimet për dialogu strategjik, se themelu dialogu strategjik. Ka qeto negociata që fillojnë